Unë jam Besart Klemendi, i lindëm në Pej edhe i rritëm në fshatin tim Pavlan. Data lindjes 8/5/2000. Jena 3 fëmijë në shtëpi edhe 2 prind që i du shumë. Për një kohë gjatë kena qëndru një shtëpi, një kafshë, me kushtet vështira shumë. Një muri na ka do prej lopëve, prej që jena majtë prej tyne kena hongër, bukë, krejt, tënat. Punë të katunit, na prej punëve të katunit jena majtë. Babit në kohën ka punu për ne, su vesh mirë, si mami, si babi, për me na rrit neve, edhe mos me na mungu sen. Dhe ish babi o konaj që ka majtë familjen tonë. Me shumë mund, punonte dërtimtari, edhe na përkatune punë tjera, se nuk mu i ke veç për esër punë me na majtë neve këtë familjen. Kështu që ka pas shumë të vështirë. Jem ka një djallë i rrugës, me shoqni të keqe. Nuk e kom negu familjen, ja kom këthi fjallën, shumë raste ka që i kom bo me kajth. Kom bo shumë sene që s'duhet. Ja nisa me pi do sene që nuk jenë të mira, si për shembull hashishi. Është shumë i ri, në moshën 12 vjeçare. Edhe jam ka kriju shumë probleme me babin, me mamin. Shumë sene me ardhë prej asajna. Nuk isha mo vetja, nuk isha mo Besarti, nuk e dojsha veten. Vendosa mu largu prej bote. Po me ndimin e Zotit, ja nisa mu falë, edhe më fali Zoti me katët e senet gjinat që i kom bo. Edhe vendosa me lonë kër e pova veten që jem të shku poshtë. Jem të bo gjinat shumë të mëdha, jem të bo me katë me njerëz që nuk më kanë faj kur gjo. Thjesht është problemet e unë. Babi kur e mor vesh që unë e konsumoja shashe. Për herë të parë, ja kom pa lotin në sy prej djallit vetë. Që për mu konë shumë e vështirë me pa i bab të kajt prej djallit vetë. Tashti, kujtohet kër e shërna i të më shumë të kajt, më duket si me pa babën temë, së shumë e vështirë, një lëtë mja pa të rrjedhë babit. Të s'kisha dasht kur fjallën mja u këthy prindve, e jo fjallën, është shumë e madhe fjalla, as vetla të kështu mja bo. Në moshën 18 vjeçare, vendosa me ikë prej familjes. Para se mi bo 18, jo kom thonë që kom e ikë për karierën teme. Normal jënë konë kunder se babi s'ka dasht, normal, po nuk ka pas mundësia, jeshisha që babi po mënohet me ma bo një kongë mu, po s'kish pare edhe nuk më i kemem një mu qatë shumë. E kuptova dhe i ka prej tyre. Vetë një zgjidhje që konë, vetë një rrugë konë që ajo me ikun prej tyre, me lëndu, me shkatru prej mrena, edhe në fund me ardhë në shpe dhe me thonë se ja dola, e disha fejlë në zamër që mu Zoti ko ma qenë në rrugë. E tisha që Zoti ko me mlimu, se zamën e kom të mirë, për qëta, se ja du të keqe kërkujna. Shkova në Prishtinë,
Nuk isha as me hongër, as me pi, as kisha ku me nejt. Rreth 2 vjet, nuk ka dit, ako me hongër, ako me pi, ajo mira, ka gjetë në sen në keqe, nuk ka dit sen për mu. Jo kom shkuren në për studio të muzikës, jo kom shkuren njerëzve, jo kom shkru me më nimu, kërkush nuk më ka nimu. Kom flajt para studio njerëzve t'huj, kërkush s'm ka morë mrena, s'ma ka qelë kërkush dhere. Atëhere e pava, e vendosa që për një me këtu du t'mu qu vetë, du t'mu boj fort, edhe me arrit vetë. Edhe kom hek shumë për muzikë, kom boj gjithë shka, se e kom ditë që ma ka jep Zoti edhe duna me boj gjithë qysh, me sakrifiku njetë. Jëm pishman që jam kom kallë zemrën, i kom lonë me menu senet këshia për mu, s'kam ditë ku jam. Po kur u ktheva, po ta sukses, kom po babin të dera. Me sa më i men, babi vishë dorën më ka jep, mami më ka përshafu. Masa nej, masi e përshafova, mami më përshafoj, të më thonë, gjithë sa nuk kryj për mu. Unë iva një ma i lumë të rëmbodhë, se unë e për ta e kumë bo, nuk kumë bo për veti sen. Mami o konë ma e qeltë në mu, më ka kuptu mami. Mamin e kumë pas për një me legjendë. Edhe pse jo kumë këthy fjallën, ju kumë bo me vujt, në besri që mi kam falë edhe më kanë kuptu, se unë gjithë se unë jetoj për ta. Për ata jam këtu. Veç ata du mi po dveshun të mathëm, qësh ata mu më kanë rritë, edhe unë njëjtë du mi o këthy njëjtë në formë, mi rritë edhe unë që është të njëjtë. Edhe mi majtë qëto, 2 durë. O të më shkatru molli për ta shkur Shqip, më ka du mi pa, për du mi jam një zonë. Unë jetim për ta, ata du mi pa mirë dhe u kry. A janë lot gëzimi këto? Apo janë lot malli? Gjesim, duhet të jesh shumë i lumtur që arrite që ta kthesh jetën tënde nga kështu. Dhe që të bësh realitet ato ëndrat e tua kur ke qenë fëmijë e kur shikoje në për televizor edhe telefon njerëzit që adhuroje me punën për pse jo të jesh njëri prej tyre në të ardhmen. E kishe menduar ndonjëherë që do ndodhte kjo me jetën tënde, Gjes? Unë kom shumë gabime në jetë, po gjithë e kom pas një dritë në zemër, e kom ditë që Zoti kom e mnimu, se e ndjej që e kom zemër në mirë, edhe pse bëj gabime, valla. Dim. Shumë kom kalu di këtu, s'po mu i mu majtë, kohëve të fundit, po m'vjen me kajtë shumë. Jo, është normale të qashë, Gjes. Dhe pastaj mos harroj që ne në jetë jemi shumatorja e gabimeve tona. Pa ato gabime nuk do ishim këtu ku jemi sot, kështu që nga ndonjëherë edhe gabimet
na çojnë diku. Atëre, e di unë se do t'i heq lotët. Kam përshtypjen një tjetër gjë që ti e bëje para se të izoloheshe dhe që e kishe shumë qef, ishe të bëje xhiro me makinë, që besoj gjithë brezi jot vdes. Brezi im nuk e kupton fare, po brezi juaj vdes që të bëj xhiro me makinë kot, pa shku kurkum, si është me bë xhiro me vozit, me taku njerëz në rrugë, me dëgju muzikë kështu me radhë. Kështu që të ftoj të bëjmë një xhiro me makinë. Duhet të dalësh nga Storm Arena. O, zot pu. Ka me shku. Duhet të dalësh jashtë, Gjesti, te dera e jashtëve. Atje. Po, në fund fare ec drejt, duhet jetë një derë. S'ke fajtë, të zakonisht hidhesh nga muri, kështu që si di. Okej, në ndërkohë që Gjesti vendos mikrofonin e tij, sepse do të shkoj diku, edhe nuk e di, për brezin e Gjestit, realisht të bësh xhiro me makinë është një gjë që është gjëja më përmbushse, është njësoj sikur ne që ja vidhnim babit bicikletën. Ndërkohë, Gjesti është gati duke hipur në makinë, do doja t'ju kujtoja, me qënë se jemi me një Momo Rent a Car sonte, që mund t'a gjeni në aeroportin e Tiranës, Prishtinës, Shkupit, me makinat më të reja, mund të merrni makinën me 0 euro depozit në një lokacion dhe ta dorëzoni në tjetrën. Pra, po themi, e merrni këtu në kryeqytet, në Tiranë dhe e dorëzoni në Prishtinë, ose e merrni në Prishtinë e rini në Shkupe kështu me radhë. Pa asnjë kosto shtesë, Momo Rent a Car është duke transportuar Gjestin sonte për ta çuar diku, për ta çuar në një vend afër shtëpisë. Dëshira e tij më e madhe ishte që ta çonte në Katun, po Katuni është larg. E pamundur që të shkohet me një makinë. Ama aty ku do të shkoj, gjëra të bukura e presin. Dhe me qënë se Gjesti gjithmonë bën hajgare, sonte edhe ne do të bëjmë pak hajgare me të. Nuk po dalloj fare ku jemi, Gjesti nuk më dëgjon në makinë, më thonë nga regjia që janë goxha afër, të gjitha këto janë rrugët brenda studiove tona, të më dha goxha kur i shikon nga një makinë brenda. Okej. Ja të keshojmë afër studios paralele me atë të Big Brother. Ndërkohë që regjia më mundëson që të dëgjohem në atë studio. Hey, Gjest! Hey. Ma më dëgjon? Më dëgjon disi? Po. Okej. Natyrisht, për shpirt të thash, do donim të të çonim në Katundin tënd, ku e di që të kishte marrë malli shumë, po është e pamundur se është larg, ti e di sa larg është. O, e di. Mirë po, aty përpara teje, janë 3 dhomza, ku ti sonte do të kesh mundësin të hapësh vetëm 2 prej tyre. Kë do të hapësh të parën? Në mes.
në mes. Atëherë hapet e dyta. Është Jetoni, babi I Gjestit. A e mirë, që e trash këtu, ma s'kaj në për në I fojnë, që e trash këtu, këve vuj me trash të mëne. Ka me shpirë. Të po mëre. O, zot, jo, se ka më mëllë për juve, jo, shpirtin. Mirë, babi. A e mirë? Super. Në shtetë ko ke mirë? Mirë. Në shqyqyë që mirë, mirë. Kejt? Kajtë jemi mirë, të shpia mirë. Kejt? Nani mirë, dina mirë, nuk I vogël mirë. Holat janë bo gjithë, migja, holat, doja, tezet, gjithë shëshnia, kanë do të falë. O, zot, me shneti, në? Zoti Jeton, mirë se erdhët në Big Brother. Mirë si gjitha. Digjo, Janë. unë Gjesti, mos e shiko babin që nuk preket, po ki parasysh që ai të shikon 24 orë në 24, edhe nuk është se, me thënë e ka marrë malli vetëm e të prek fizikisht, po të ka pa më shumë gjatë kësaj përvoje se që të ka pa gjithë jetën e vetë. Ashtu. A? Ashtu është, Janë. Os, Janë, po ta me përshëndet ty, spari. Falenderoj shumë. I përshëndet gjithë stafin, tuaj. Po ashtu I përshëndet gjithë banor, vllazën e motra që janë aty mama shtëpisë. Falenderoj shumë, zoti Jeton. Gjesti kishte dëshirë që t'ju thoshte diçka, sepse kur po e ndiqnim në klipin e linjës së tij të jetës, thoshte që kam bërë shumë gabime dhe ndonjëherë e di që I kam rënë babit në qafë dhe nuk do doja kur ta bëja këtë. Apo jo Gjest? po. A? Është ashtu po, apo jo? po. Tani e ke aty përpara, nëse ti I thua këto fjalë përpara miliona shikuesve në të gjithë botën, babi nuk ka ç'bën, do të fali se s'ka ç'bën. Edhe pse kur se kom pas mundësin, du m'ja spjegu pret. Ashtu. Në kom mirë, çdo sen që e kom bo baba jam. Edhe pse kur, s'ta kom thonë. Edhe pse jo mik për shtëpisë. E krejt. Veç për ty, edhe për krejt juve, veç juve mi po mirë, sen për veti. Kur gjohë, unë s'm vjen kur gjohë. Nëse ju s'jeni mirë, mu s'm vjen kur gjohë. Edhe dush me di. Edhe Po, çdo prim, po dëshirë me po vlodi për një vjetër. Çdo prim, kur është fëmija I ri, mundet me bo gabime se kum bo edhe unë gabime që shki bo ti. Po, tash I rrit, kështu që unë ti kum falë çdo gabim. Okej, Gjesti, është koha, bëj pak përpara me babin, aty ku ishe në fillim. Okej. Jeni pak me babin aty ku ishe në fillim. Me dy të dy bashkë, po. Se tani jeni të dy, kështu që. Mas po do me në ashti murdzu. Jo. Dhe Gjesti është momenti për të hapur dhomën e dytë. Cilën do të hapësh? Okej. E fundit kjo, që që... As janë 3 persona veç 2? E më bëm me më qëllu fat? Me fat është kjo punë, ti e di që jeta është fat. Wow. Okej, 1, 2, 3. 10. Që kjo? Hapet e para! Jo! Ej! O, Gjesti është bosh, më vjen keq. Atëherë, Gjesti, tako e babin edhe duhet të kthesh në shtëpi, e di, po... Jo. E di. A ka në sen qëtu? Po e di, po nuk mund të hapësh.
Është mami i Gjestit, zonja Zapahat. Shumë mirë, ç'tash po? Ç'tash po? Ç'tash po? Okej. Shnet. Zoti wow. Do jesh sa s'ka më mërzitash. Nëse ti mërzitesh, mërzitove mu. Ta qokrit herë. Mos më shti më kaj tash edhe mu. Bes. Që se më fortë, më në qokrit herë, qokë shërë nane më herë. Veç pak lëm në shtull, veç pak. Du më të pavë, që du më folë pak me ty. Zonja Sabahat, mirë mbrëma, mirë se vini. Shiko, Gjestin e ka marrë malli shumë për erën tuaj, e ka marrë malli shumë për përqafimin tuaj. Po, qësh jo, përshëndetje, Ledian. Përshëndetje, A jeni mirë? Jemi shumë mirë, faleminderit ju që erdhët. Banorët, a jeni mirë? E di pse, se Gjesti bën gjithmonë hajgare dhe tham po bëjmë dhe ne një hajgare, me qenë se ky është i hajgareve. Tash ti, ka ndryshu sanet. I këti momenti ka ndryshu sanet. Ta kam dridh, do me thënë, prapë. Veç molli për ju. Jam kom dridhe, më kam dridhe. Dukeni shumë bukur të tre bashkë. Faleminderit. Mirë? Mirë. A ki problemi me se më shumë? Mirë jam, shumë mirë jam. Mirë krejt jam. Ta po qizvi. Gjesi, unë e pasha me vo një dy fjallë në ty, që ne non-stop e përcjellim Big Brother. Edhe je shumë i mirë, edhe je ka bën një lojë të bukur të mirë, Kuku. kështu që vazhdojni në fund qështu, gon gajret, Kuku. se jemi të knoqën me çdo sen. Kryq çdo sen. Deshta mi thonë kejve, që ua, zëti madhe, kom shumë vështirë, po çdo sen që bëneni për familje. Kështu që ngushtoni fort sa i keni, se nështë tani nesër nuk keni mi pas edhe mushim ja u këthy, bëllem të pak të në diçka që kam bo për ju, jo krejtë se s'munem ja u këthy kur, që kam bo për një. Kështu që falenderit këngëve, kështu që falenderit zotë që i kom gjallë dhe i kom mirë. Falenderit për emocionet, babi e tonë, mami Sabahat, falenderit shumë që ishit në Big Brother, e di që të doni të rrinit shumë. Faleminderit edhe për juve. Faleminderit edhe për juve, ju urojmë suksese, juve, banorëve që në mrana gjithve. Faleminderit që na keni bo mundësi. Faleminderit. Me vizitu Lubin. Dhe t'jam përveç pak prit Ledion në vëdha, prit që më ka du mu tra nuk mrena, prit. E di, por nuk kemi më, nuk na lejon më vllai madh. Veç a jeni Regullë. Krejt mirë. A seriozisht, a jeni me mua, a e kom bo Na shit jashtë. krejt jemi mirë, jemi për mërak Zotit që shpënashe Kur gjë s'ke bo. edhe tonët mirë ti vazhdojsh qësh i e ka lujojën, këna është në atë tonë, fshatar, shok, dajt, liga, volat, pes këtë kitë fola, kështu që mirë koke, Edhe ju dy jeni mirë krejt për mërak Zotit këtë. Gjesti duhet të kthesh, të lutem duhet të kthesh. Pra që visti puthi, pret visti puthi, më kjutë. Hade se Dy puthje dhe ktheu, dy puthje dhe Që ktheu. dhe te kry. Besën se s'mërzitesh. Mas ju pava jo. Ha? Mas ju pava jo. Ka Jo, jetë edhe pak. jo, mas ju pava jo, se u kontu mit molli, pasha zotin. Ani qëtë. Jo, mas ju pava jo mo. Mos më mërzit. Jo, për ju jo. I fort edhe kështu ditë. Okej.
Mos i ke qenë dhe i tash i fort edhe tash mas. Okej. Ama veç për juve për bëj, për kërkon tjetër. Betona, veç për juve. Ose më vjen vetja mu. Hiç nash, le të shkoj që të shkoj. Për veti, O për veç ju, neve, ju, s'du. për familje tonë në Po veç për ju, ardhmen. s'du. Jo, sa, a dishësh, ose më ka thonë, kur të martohesh, ti me harru nonën. Që kjo më ka bërë? Jo kur të martohesh. Tash që e përmeni që të fjallë, po du me ndërhy edhe 1 minutë. Po. Se kur koni vogël, nën stop ka flajt vish me mu. Edhe më ka rrajt nërkosë, më thëj ke edhe ku mu martu ku me flajt me ty. Po kur o rrit, u do për me e më harrajt. Jo, nuk vi, një gjo. Jo, edhe deshta me thonë që edhe nëse martona... Aman zoti jeton të keqen, aman të keqen se... Edhe nëse martona, i premtoj këtu momit, edhe i kom thonë që kur, edhe nëse martona bëjt mi, unë e kom shef, ju më ndo për ju, po me shiu këtë jetën bashkë. Edhe në ashtu me ty. Që jo ko për tim për me. Edhe unë ja uroj shumë, mrekulli fare. Faleminderit shumë. Këmë ta të rridhë, mo. Më është që një mirë. Është që ka faleminderit, Pritëm ke kodal. mirë. Okej. Amanet, e ki mos më bërsi. Okej, jo. Fala ki. Jo, ma keni hek mongë. Fala ki be pasë se te... Këtë ki. Abnore, se te gjithë krejt. Okej, ju dua shumë. Hajde, no. Theu, gjesti, Jetën theu. kelmendi, sabate kelmendi. Theu. Fala banorve, gjithve. Urime, sukses e gjithve. E, ju du, pritëm me. Mish për juve, Okej. mish për juve. Ju premtoj, mish për juve. Ndërkohë që gjesti